Nuk edukohet fëmia me laps e me letër. Ky ka qenë një koment që unë kam marrë poshtë një video time që unë ofroj kurse për prindërimin, për me jetu prindërimin sa ma qeti, sa ma të lumtun, të arrit objektivat ton edhe të fëmijëve, sa ma të realizum. E marrë këtë koment ku shkruan nuk edukohet fëmia me laps e me letër, boll ju që na ofroni këtë shërbime, prindi e din si me eduku fëmijën e vet shumë mirë sepse është diçka natyrale, sepse jeta të mëson, sepse bla bla bla. Okej, edhe unë e pash, edhe nuk u nxeja sepse s'kisha pse mu nxej, sepse në funit gjithsesi i tregon atë që beson, e s'ka lidhje hiç me mu, ajo nuk më njihte as nuk më ndjekte as asnjë gjë, nuk ja kishte idenë kush jam, thjesht kishte lënë atë idenë e vet, atë një copës të vete në atë koment. E unë isha shumë dakord me atë, është shumë e vërtet kjo gjë. Pse jam shumë dakord me atë person, si jam dakord me disa gjëra tjera, po me këtë fjali jam dakord, okay? Pse? Sepse fëmia nuk edukohet me laps e letër. Sepse ne kena gjithë atë potencialin për me eduku fëmin në mënyrë të jashtëzakonshme, me lajë me kanë vetvetja, me pas sigurim vete, me pas edhe respekt për veten edhe për tjerët, me pas atë vetbesimin e lartë, mos me kanë arrogant, po me kanë i edukum, pra me kanë i gjallë në jetën kur i edukum. E dim si me e ba këtë gjë. Mrena nesh, okay, ekziston ajo qënja i prindi ideal, ekziston ai prindi që i di gjitha, ekziston ai prindi që i ka gjitha këto aftësi për me jetu prindërimin si unë e them, okay, si unë besoj që është mirë. Gjithsecilin prej nesh ekziston ai prindi i ekuilibrum. Ku është problemi? Atë pse unë ofroj këtë shërbim për me harxhu kohën, pse unë ofroj këtë shërbim duke qenë se besoj që në gjithsecilin prej nesh është ai prindi, në fakt është ai prindi, e duhet me pas parasysh që si për ati prindit, gjatë kohë që jena rrit, gjatë kohë që kena përjetu gjanat ndryshme, janë shtu disa filtra, janë shtu disa mure, disa mendësi, shoqnis ndoshta që janë as të mia, disa gjana ndoshta të trashëgume që janë hiç të mijat, janë disa ide që unë i kam shumë qartë edhe ti jam e sigurt që e ke shumë të qartë se si duhet me prindëru, por nuk mundesh me e ba. Sforcohesh, vjen një moment që shpërthen. Pse? Sepse është ai muri që nuk lejon me e ba këtë gjë. Pra, që nuk edukohet fëmia me laps e letër. Pra, që ne mund ta edukojmë shumë mirë fëmin, unë jam shumë dakord. Problemi është se kena disa mure që nuk janë tonat, i kena disa filtra që nuk janë tonat, që duhet me i heq për me arrit tek ai prindi që është i ekuilibruar, që din shumë mirë se si me vepru me fëmijën e vet. E nuk bëj diçka magjike, nuk mësoj askujt asnjë gjë, thjesht të bëj me reflektu e të bëj me shiku disa mure që nuk e dim që i kena, disa i dim që i kena, disa mure nuk i dim hiç që i kena. Unë studioj këtë gjë edhe e di shumë mirë që janë disa mure që nuk i dim hiç që i kena. Dhe momentin që shikon, momentin që punon për me hek atë mur, ti arrin tek prindi ekuilibrum, ti arrin për me kanë vetvetja, s'ke nevojë për leksione, as për laps, as për letër, sepse tashmë e din shumë mirë se si ç'a më i thon fëmijës në një situatë caktuar, si me u sjell me të, si me komuniku etj. Pra, jam shumë dakord. Nuk edukohet fëmia me laps e letër, por kena nevojë për ndihmë nga ato persona që na bajnë me shiku ato muret që janë mes prindit që kisha dashur me kanë edhe asaj që jam sot. Ka shumë